selia e PD-s. Autoboti ujtë, shikojmë po lëviz në Unaz drejt selis Partisë Demokratike, pra është perimetrin e xhamis. Vetëm nëse do të hyjë në oborrin e Partisë Demokratike. Do ishte lajm po të hyjë në oborrin e Partisë Demokratike. Madje aty po kalon aktualisht është edhe atje nuk kap se të shkojë një autobot me ujë, sepse gjithë protestuesit po shkojnë drejt selis Partisë Demokratike. Por të hyjë pasaj selin e Partisë Demokratike, nuk kemi çajeme t'i vendosim. Duhet gjë interesante se si do të vijojë puna e policisë shtetit. Do çapo qëllonin policët atje nuk arrin ta dallojnë. Në sa po shoh sigurisht në Partinë Demokratike janë persona që konsiderohen në militantë e Partisë Demokratike. Manovrë, çfarë nuk i shuan të arrim, se unë nuk e di të gjuhën e pashën dhe policëve që po qëllonte. Nëse ka qëlluar, përgjithsisht janë armët që të në gazit në cilës. Atëherë duhet jetë hedhja e gazit. Nuk lejohet që punës e policisë përdojnë në Pra dhe po them. Kanë ndaluar. Atëherë ishte hedhje e gazit. Janë afruar shumë selis Partisë Demokratike, efektivët special, edhe Anesti, nëse mundesh të na përshkruash sa afër është autoboti policisë me selin e Partisë Demokratike. Ne nga studio po na duket shumë afër. Kemi vështirësi se është e kuptueshme për vështirësitë teknike në këto momente, por shikojmë më shumë se dy autobot ujë, 10 forca speciale që ndodhen afër Partisë Demokratike. Ndërkohë pjesa më e madhe e protestuesve që ishin tek parlamenti kanë hyrë në oborin e selis blu. Nëse dhe punojës e policisë që do të tërhishin tani, pasi përmendëm pak më parë, do ishte një zhvillim një përshkallëzim i panevojshëm. Panevojshëm, duke qenë se protestuesët pjesën më e madhe të tyre janë larguar tashmë, janë në selinë e Partisë Demokratike. Se tash të boshatisje dhe oborin e Partisë Demokratike, kjo nuk është punë e policisë apo jo? Rregulli i pashkruar nuk lejohet që punësit e policisë të futen në një seli partie politike. Rastet veçanta ku ka një person i cili duhet ekzekutuar një urdhër arresti ose një masë sigurie, ato janë raste të cilat policia legjitimohet që të ndërhyjë pranë një selie partie. Aldo. Sa duket janë disa zyrtarë të Partisë Demokratike, të cilët janë duke komunikuar me punësit e policisë shtetit. Po, kemi dhe kolegun Armand Bajrami që është aty afër, nëse më dëgjon Armand. Shikojmë dhe një prej protestuesve që duke se ka nevojë. A mundesh të na i shpjegosh këtë pranin e forcave speciale afër në oborin, në derën e Partisë Demokratike, Armand? Dhe ky autobot ujë. Pandi jemi në ambientet e Partisë Demokratike, të selisë Partisë Demokratike, ku sapo kanë mbërritur tashmë dhe një pjesë e deputetëve të Partisë Demokratike dhe po ashtu protestues përbashkë me ta. Në këtë ambient ka ardhur edhe gaz lotësiellës që po shkakton jo pak vështirësi mes të pranishëve, madje ishte deputeti Flamur Noka, i cili ju sugjeroi personave që u futën në ambientet e brendshme të selisë të dilnin jashtë për të pasur më shumë ajër. Ndërkohë Pandi ka vijuar
mënyra që ka zgjedhur policia e shtetit ditën e sotme për të boshatisur ambientet qoftë atë para bulevardin Dëshmorët e Kombit, por njëkohësisht edhe protestuesit përpara godinës së parlamentit, duke përdorur me tepri gaz lotësjellës, madje edhe në momentet kur nuk kishte aktivitet nga ana e protestuesve, nuk kishte asnjë veprim të dhunshëm nga ana e protestuesve, në mënyrë të vazhdueshme është hedhur sasi gazi lotësjellës. Armand, të kërkoj ndjes, është larguar autoboti me forcat speciale nga hyrja, nga dera hyrëse e Partisë Demokratike, pra janë duke marshuar drejt bulevardit. Autoboti është duke kaluar, siç mund ta ndiqni nga pamjet, janë duke kaluar tashmë 2 autobote me ujë, po kalojnë në Unazën e vogël Tiranës, përballë godinës së selisë së Partisë Demokratike, pra po zhvendosen nga parlamenti në drejtim të bulevardit të Dëshmorët e Kombit. Anesi Bajramemaj është brenda selisë Partisë Demokratike. Po, Armand? Po. Pande ndërkohë gjithë zona, siç e theksova, afërsisë që godina selia e Partisë Demokratike ka me godinën e parlamentit, i ndan vesh një gardë mes njëra tjetrës, është kontaminuar e gjithë zona nga gazi lotësjellës, madje pak më herët në lëvizjet që ne bëm gjithë zona, gjithë rruga George Bush, duke filluar nga sheshi i ushtarit panjohur, rruga George Bush përballë parlamentit, por njëkohësisht deri tek ura e tabakëve, pra një perimetër i gjerë, i gjithë i kontaminuar nga gazi lotësjellës, madje ne dëshmuam, madje edhe regjistruam me telekamerën tonë prindër me fëmijë të vegjël duke vrapuar në rrugë në përpjekje për t'ju shmangur gazit lotësjellës. Ndërkohë që tashmë prania e deputetëve të Partisë Demokratike këtu dhe një grushtit vogël mbështetësish në fakt që janë të vendosur në oborrin e selisë Partisë Demokratike, me sa duket po presin, ose nëse do të ketë gjithmonë një fjalë nga lideri demokrat Sali Berisha, i cili pak në fakt është në brenda ambienteve të selisë Partisë Demokratike, ku është shoqëruar nga protesta, ku është gjendur në fakt pozicioni ku zoti Berisha ishte në momentin që u hodh me sasi të madhe gaz lotësjellës në përballë godinës së kryeministrisë, është gjendur në nga zonat më të dëndura ku avujt e gazit dhe kutymi i gazit lotësjellës ka qenë më i dëndur, është shoqëruar më pas drejt ambienteve të selisë Partisë Demokratike dhe pritet tashmë nga çasti në çast që edhe një fjalë e tij që do të jetë si përmbyllse për këtë protestë ditës sotme. Me pamjen tjetër, brenda oborit të selisë Partisë Demokratike, shikoj sekretarin e përgjithshëm Flamur Noka, antarin e Këshillit Kombëtar Aleksandër Biberaj. Anesi Bajramemaj, nëse mund na sjellësh më shumë